Për 52 vite më radh Shqipëria nuk pati marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri në 15 marsin e vitit 1991, pas rrëzimit të regjimit komunist. Ambasada e Shteteve të Bashkuara u hap në 1 tetor të 91-shit. E fillimisht në Tiranë mbriti ngarkuari me punë Christopher Hill, e më pas ambasadori i Shteteve të Bashkuara William Ryerson, i cili i paraqiti kredencialet e tij qeverisë së Shqipërisë në 21 dhjetorin e vitit 1991. Që prej këtij momenti, Shqipëria një çështje ka pasur të pandryshueshme në politikën e jashtme, pavarësisht qeverive e kryeministrave. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara janë strategjike për vendin tonë. Në 25 vite nga pala shqiptare janë kryer vizita në Shtetet e Bashkuara në nivel presidenti, kryeministri e ministrash. Ndërkohë nga ana tjetër, Tiranën e kanë vizituar sekretar amerikan të Shtetit e Mbrojtjes, por vizita më e rëndësishme mbetet ajo e 10 qershorit 2007 e presidentit amerikan George Bush. Gjatë vizitës në Tiranë, presidenti amerikan Bush dha 2 mesazhe të rëndësishme për shqiptarët: mbështetje për anëtarësimin e Shqipërisë në NATO e mbështetje për pavarësinë e Kosovës. The end result is independence. Në historinë e marrëdhënieve dypalëshe viti 2008 është ndoshta viti më i rëndësishëm në bashkëpunimin mes dy vendeve, pasi Shqipëria mori ftesën për anëtarësim në NATO në samitin e Bukureshtit, fal mbështetjes së Washingtonit. E gjithashtu Kosova shpalli pavarësinë me mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq vitin e kaluar, Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara nënshkruan edhe deklaratën e partneritetit strategjik. Albania is first of all very strong. Në më shumë se 2 dekada vështirë të gjendet ndonjë rast në arenën ndërkombëtare ku Shqipëria nuk ka mbajtur të njëjtin qëndrim si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E gjithmonë drejtuesit e shtetit tonë i kanë drejtuar syt nga Washingtoni për mbështetje në të gjitha sfidat e shqiptarëve.